për detyrë mbarvajtjen e këtij procesi dhe sigurinë e Shtetit Republikës Kosovës kanë dështuar në farlloj rikonfirmimi e saj edhe madje është problematike kur ky konfirmim bëhet me tendencën që me bani një arsyetim të rezultatit. A ishë në dieni paraprakisht qeveria dhe besoj që është dashur me qenë dieni, sepse fundja nuk kanë obligim, nuk kanë punë tjetër, vetëm në punë, angazhim, detyrë dhe përgjegjësi e kanë këta, që me pa me mbarvajt procesin edhe ato pikat që i lishtoj zotëri Kurti, me atë që i pash, ne thuaj se gjithë ka qenë një farë lloj e vërtete edhe në dieni gjithë publiku për to që ndodhin realisht. Një pjesë e tyre realisht ndodhin e mrena partive politike shqiptare. Besoj që ka ndodhur në për gjitha partitë politike, sepse një pjesë e tyre thot premtimi për mes ndihma financiare në këmbim të votës, ajo ka ndodhur edhe në për gjitha vendet tjera, mirë po ka ndodhur edhe mrena shtetit tonë. Një pjesë tjetër thotë që rekomandimi për kandidatë që duhet votuar, ajo ka ndodhur në për gjitha partitë politike shqiptare që kanë qenë. Kështu që për mua është shqetësuese kur tentohet që diçka e tillë të shitet në publik si diçka e jashtëzakonshme, si diçka e zbuluar tash, e në fatkeqësisht ne po e konfirmojmë një dështim të institucioneve tona. Po i bie që buajnë kartat e njëjta, qeveria e Serbisë e Kosovës? Jo, se kisha bën një krahasim. Në këtë aspekt po flasim. Po të kuptoj. Si trajtojnë votuesit? Po të kuptoj. Për mua është shqetësuese sepse na po e konfirmojmë që institucionet tona, cilat është dashur me e përcjell procesin, është dashur me bën një monitorim, është dashur me kriju kushtet që mas me pas ndikime të tilla, mirë po ne është dashur me unis mas pari prej partive tona shqiptare, sepse një pjesë e tyre e thash e bën edhe partitë tona. Mirë po na e kemi ditë këtë punë që lista serbe kontrollohet prej Beogradit, edhe e kemi ditë që ndikimi i saj është jashtëzakonisht i madh. Unë këtu kur kemi diskutuar për çështjet e certifikimit të SJ të listës serbe, e kam thënë nëse institucionet tona e kanë seriozisht që me ndalë ndikimin e Beogradit përmes listës serbe në institucionet tona, atëherë kur e kanë bën shpalljen disa organizatave terroriste, kanë pas mundësinë edhe kanë pas jashtëzakonisht bazë fuqishme për listën serbe, në mënyrë që sot ne nuk ishme ardhur në një momentum tillë. Mirë, Zeqaj, pse nuk është shpallur dhe lista serbe si organizatë terroriste në kohën kur kjo qeverisje shpalli disa organizata terroriste? Tash shpallja një subjektit politik organizatë terroriste është problem ma i thellë edhe dënë implikime më të mëdha direkte nëse ka bazë që komplet subjekti politik në fjalë është i marrën me veprimtari që determinojnë procese terroriste. Është fakt që njëri prej akterëve kryesor të subjektit politik listës serbe do të thotë ka qenë pjesë e organizimit mirë një invazionit direkt shtetit Kosovës, do të thotë po flasë për rastin e Banjskas ose po flasë për Radojqiqin, por deri me tani prokuroria e shtetit do të thotë nuk ka dhënë emra që ka edhe zyrtar tjerë të listës serbe të implikuar në rastin pra nuk është mjaftueshëm sipas jush vetëm pse është Radojqić pjesë e listës apo mbrapa kësaj liste të shpallet e gjithë lista a din qysh Gonxhe nëse shteti kish pas interes për me shpall organizatë terroriste me rastin e Banjskas do të thotë ka pas alibi për më marrë një hapi tjetër. Ka pas faktet mjaftueshme, po për shembull tash në atë pjesën tjetër i din më mirë punë të prokuroria e shtetit, po ideja krejt kësaj na është unë e peshoj më shumë si lojë politike sepse subjektet politike serbe do të thotë janë shfrytzuar në atë kuptimin po flas historikisht prej shtetit Kosovës. Në thonë nga të dyja palët, edhe nga subjektet politike që kanë qenë në atë kohë në pushtet, edhe nga kjo që ka qenë për 4 vjetë plus 1 në pushtet. Ideja krejt kësaj na është, dëgjëm, lista serbe është subjekt politik i certifikuar, i regjistruar. Në bazë të ligjeve të Republikës Kosovës, çdo subjekt politik që është i regjistruar ma automatikisht certifikohet. Nëse zoti Kurti për shembull se tash a di ç'është pivja kjo? Unë du me nëzirë një paralele në atë kuptimin
po flasë të e keqja. Serbia, pa morë parasysh, a është në Kosovë, a është jasajna, kur të mirë në Kosovës nuk e ka dashtë. Gjdoherë të këshijat nga kanë ardhur përmes Serbisë prej shtetit, po që i kanë përdorur instrumentat e vetë serbëve që janë mbrana territorit Kosovës. Për shembull, më 7 majt 99 në Zdrem, 14 civil janë të vrarë prej fëqinjeve serb. Do thotë, nuk po flasim këtu për idenë a është më i mirë një serb i Kosovës a një serb i Serbisë. Kur është ndëm edhe në të keqen e Kosovës, ta gjithmonë bëhen ja. Po e rëndësishme e krejtë sajna që ka përdu me thonë është që subjektet politike shqiptare, opozita edhe qeveria, mos të përplasën për me ditë cili Serbë është ma i mirë. A është ma i mirë në Nadrashiqi, a është ma i mirë një Serbë që është në listën serbe. Më ndëgjëm se edhe këta përfatësuesit e listës serbe janë shtetas të Republikës të Kosovës. Njëjtë si Rashiqi është. U thuhet që ata ndikojnë direkt nga Beogradi, kështu raportohet. Është fakt, lista serbe kur është themelu si subjekt politik, qëllimin gjithmonë ka pas për me qenë instrument i shtetit Serbisë mbrana Kosovës. Por nuk do të thotë që instrument i shtetit Serbisë nuk janë edhe serb të tjerë. Se tash kur e nxjerrim këtë paralele, këto vota që i ka marrë lista serbe i ka marrë për Kosovë, për serbëve të Kosovës i ka marrë. Do të taj kur ka dalë me omat, ka dalë me omat Kosovë. Në këtë moment, sepse sa ka ndonjë paknaqësi apo paqartësi, e shohim kryeministrin të përdorë veriun, listën serbe dhe Serbinë. Unë po e shoh pak kështu si ma problematike një çështje tjetër, për shembull se këtu qëre mas 2013-ës Kosova ka pas lëvizje në aspektin e raporteve, dialogut për qetësuar situatën mes shtetit Kosovës dhe shtetit Serbisë. Janë shkruar një mori marrëveshjes. Edhe ju kanë ikë, edhe qeverit e kalume, është ka ikë edhe i ka ikë edhe qeveria aktuale. Tash një farforme që thot populli kompiri i nxehtë apo patatja nxehtë është në tavolinë dhe nuk po don me marrë kërkush, po do me marrë as zoti Kurti, po çysh peshonës po do me marrë as partitë opozitare. Për shkak se janë momentet kur duhet me kanë konkret shteti Kosovës. Çka ka me ofru në tavolinë për zgjidhjen finale Kosovë-Serbi? Ajo çka dihet është e saktë. Çdo kryeministër, qoftë zoti Kurti apo nëse vjen një kryeministër i opozitës, s'është më rëndësi për mua krejt shqiptar janë, cili do të vjen, mirë se vjen, shtetas i Republikës Kosovës është. Ideja e kritikosojna është do të thotë në tavolinë ka asociacionin, ka me jap rrugë, a ka me bo statusin, çka ka me bo me dialogun me Serbinë dhe çka ka me bo me veriun. Do thotë këto janë 3 tema, cilat këta një farforme i kanë ikë prej 2013-ës e knena. I kanë ikë vazhdimisht, mirë po, kjo miza na tranoj. Ka lidhje. Jo, i kam shumë i natë. A i kam dikun qëto? Ja, shkoj. Do shta është ikë tema e veriut, por sarë do që është një situatë e paqartë, ose që nuk e kënaqet shumë edhe qeverin, përdoret veriu, përdoret lista serbe, sikurse edhe gjatë ditës së djeshme që është përdorur dhe është në një farë mënyre është akuzuar që po i bën keq edhe vetë qytetarëve serb që jetojnë në Kosovë, dhe gjithashtu Serbia gjithmonë temë diskutimi. Është kjo mënyra se si zakonisht nxjerren, ndoshta edhe qeverisë e kaluara, por po flasim për këtë qeverisje. Fatkeqësisht problemet rronet i kanë më herët, kështu që na tash po i shohim që nuk po ndryshon edhe ajo mendësia e kalumes, fatkeqësisht. Sepse në momentin që kemi pas krizë, na i kemi përdor këto lloj instrumente që më dalë prej tyre, edhe që fajen edhe komplet vëmendjen me hedhë dikun tjetër. Realisht vëmendja do duhet ishte fituesi zgjedhje me fillu procedurat, mos me pas vonesa procesi edhe me fillu gjitha procedurat për krijimin e institucioneve. Jo, ne tash të fillojmë të interpretojmë çështje sepse më sa e pash më shumë keni interpretim të çështjeve politike edhe formës së mënyrës se le të kanë zgjedhur lista serbe me fitu zgjedhjet. Ajo ka qenë mënyrë e tyre, premtime, presion ndaj votuesve, gjithë gjë që e bojnë edhe mrena për mrena parti tjera. Kështu që keni farë lloj interpretimi i mënyrës se të bëhet fushat tyre, edhe ndarën e 3 fazat, gjitha partitë politike kanë bërë të njëjtin punë, të ndarën e 3 faza, para fushatës, dita e zgjedhjeve, tash presioni për numrem. Mirë po në po e shoh që në një farë kohë, në një farë forme ne po blejmë kohë, partitë politike janë duke dashur me blej kohë, në mënyrë jo fatkeqësisht ne s'kemi pas kohë as deri këtu me ardhmë me këtë proces të stërgjatën, e me këtë proces
që për mos me i thonë komplet i dështun, po që le shumë për dëshiru, që shpresoj që kemi me marrë mësim. Mirë po unë po shoh që këta thjesht janë duke dashur me bleku në mënyrë që bisedimet e tyre për krijimin e qeverisë, unë besoj që janë duke vazhduar në prapaskenë. Janë duke vazhduar edhe ndoshta në mënyrë individuale me deputet caktuar, në mënyrë që këta përmes ankesave të shtyjnë këtë procesin dhe kur të vjen koha e certifikimit edhe koha që të rrjedhin afatet ligjore për krijimin e institucioneve, këta thuajse vesh i kanë numrat e gatshëm. Pra, vullneti është për të krijuar institucionet nga qeveria aktuale? Unë besoj që puna e tyre ka fillu që të diskutoj me deputet individual. Pra, nuk mund të themi që po frigohen për të formuar qeveri për shkak të patatës në momentin, unë besoj që nuk kanë rrugë tjetër, nuk kanë rrugë dalë. Këta mund të shtyjnë 1, 2 ose 3 muaj, mirë, po kanë me fillu procedurën e krijimit të institucioneve. Nuk është që mund të deputet e partive të tjera? Unë besoj që po. Unë besoj që kanë diskutime. Ki dyshime. Unë besoj që kanë diskutime me deputet e partive tjera, sepse fundja në arsyetimin, po tek 2 partitë e mëdha, sepse tek partia tek PDK besoj, sepse tek partia fundja tek AK dhe Nisma, 3 deputet të Zotrit Lima ju kanë vetë ofru. Kështu që nuk ka nevojë edhe diskutim me ta thuajse. Ajo bën thjesht një lëvizje që në fillim u kritikoi jashtëzakonisht shumë prej të gjithëve, mirë po del që nuk ka qenë një lëvizje jo fort e menduar, sepse fundja presionin gjithë e bartë tek 2 taborët, tek lëvizjeve të vendosja dhe partia, në këtë rast është Partia Demokratike e cila po thotë që i ka numrat, edhe unë dyshoj që edhe ajo, edhe po t'i jepej mundësia, dyshoj që do ketë kaq lehtë që të krijojë institucionet mirë, po në zotrin Kurti po shoh që po blen ku në mënyrë që derisa të përfundojnë gjitha këto procedura të ankesave të partive politike dhe të kandidatëve, ai po besoj që do e krijojë shumicën e nevojshme për krijimin e institucioneve, sepse fundja nuk kanë rrugë tjetër, edhe çështja e asociacionit sepse është demonizuar jashtëzakonisht shumë, është luajtur jashtëzakonisht shumë me ta. Çështja e asociacionit nuk do të thonë që ka me u miratu ai statut cilin ne kemi po, sepse fundja të gjitha kërkesat e ndërkombëtarëve janë që ne të fillojmë që të punojmë me atë statut të dërgojmë drejt gjykatës kushtetuese, mirë po jo që të fillojmë të implementojmë të njëjtin. Sepse kërkesat nuk janë implementim, mirë po dërgim në gjykatë kushtetuese për marrjen e një interpretimi. A jemi gati për mi kriju institucionet nga partia fituese? Nëse kalkulojmë me numra, edhe opozita i ka numrat. A ka vullnet? Për me bo qeverin. Po këto është probleme. Këta po ezitojnë një farforme për shkak se, këta deri sot pa dallim subjektet politike në Kosovë kanë luajtur me interesin e shtetit. Nuk janë kanë të gatshëm momentet caktuar me u taku një farforme me u bë tamam lider edhe me i marrë përsipër përgjegjësitë që i takojnë sikur udhëhec i shtetit. Për shkak se që ka ndodhë me këtë elitë politike. Edhe me ata që janë shku, edhe me këto që janë shku. Kur janë taku me ndërkombëtarët, kur kanë nënshkru marrëveshje, kur janë zotu para tyne, qoftë në Francë, qoftë në Gjermani, qoftë kudo kanë marrë ato takime, me ata kanë qenë korrekt, por kur kanë ardhur këtu, e kanë luajtur kartën tjetër të popullit, edhe i kanë zhagit proceset, edhe kanë thonë tjetër gjë para opinionit publik, tjetër gjë kanë nënshkru. Kësaj kohë i ka arë fundi... Pra kanë qenë të vetëdijshëm që ka kanë nënshkru. Po qështë jo, more. Vetëm se nuk e kanë treguar të vërtetën. Kanë dhënë 2 deklarata, një për Konstitucion të brendshëm, një për ndërkombëtar. Kanë luajtur me 2 karta, kanë luajtur për votë, për elektorat. Dhe kështu kemi pa që është luajtur edhe këtyre viteve të. Loja më e madhe është këtyre 5 vjetëve të fundit. Pse mendon që luajtur më e madhe dhe çka e bën kaq të madhe këtë lojë? Cila pjesë, cila marrëveshje? Pas sinqeriteti për me se nuk ka në politikë nuk ka marrëveshje të lehta. Po. Dhe në politikë ka marrëveshje të vështira. E këtu tregohet leadershipi. Se për që ata zgjedhet lideri një farforme për me qu shtetin përpara. Plus, kur ti jenë kompromise dhe ku jenë marrëveshje, do më thonë kur i danë proceset me fuqit e mëdha. Rasti konkret që ka pëndohë me botën Ukrajina, kretë botë që ka hapë sytë. Veç Kosovës nuk pja hapë. Kosova ala është në terë, po flasë për politiken. Dhe më thonë është në terë. Mendon që nuk janë të vetëdijshëm? Unë e di që janë të vetëdijshëm, se një është shumë prej tyne dhe kam komunikim me ta. Ata janë shumë vetëdijshëm, po një farforme kanë frikë të madhe të kjo mos po shpallën tradhtar ose mos po shpallën persona që një farforme po vinte e marrëveshje që ndoshta se kanë dashur. Tradhtar nëse i dalin kundër ndonjë personi? Jo, ideja është ndëgjom se tash ti kime orë para aktit krym. Nuk ka më zhagitje të procesit. Tashti, o duhet me kalu
në marrëveshje, në zbatim edhe në zotim tynev, o ti duhet me hap rrugë. Ama para aktit krym nuk mundemi me ardhë për një periudhë kohore për punën e një periudhë kohore 1, 2, 3 ose 4 vjeçare. Tash na dorën zemër duhet me ditë që komplet kjo pikë e marrëveshjes që ka ardhë është që nga pas lufta. Se gjithë kanë kontribu që më ardhë deri këto, unë besoj që edhe para marrëveshjeve të 2013, prej kur kanë fillu në vjen, 2004, 2008, pas 2008 kanë qenë, sepse 2013 se kena janë matë dishë. Po fundja, ne po harrojmë edhe pakun atisare që e kena, që Kushtetuta e Republikës Kosovës realisht e ka bazë ato dhe shumica shambull. Ne po diskutojmë vazhdimisht çështjen e asociacionit të komuna me shumicë serbe. Na po harrojmë që mrena për mrena Kushtetutës sonë ne kemi ligjin për veçeverisje lokale ku u jep mundësi, u jep kompetenca të zgjeruara komunitetit serb në komunat aktuale. Në fushën e shëndetësisë, në fushën e arsimit, në fushën e sigurisë, ato kompetenca të zgjeruara, ato janë me kushtetutë. Ato na e kemi pas them në farformë një fat që deputetët serbë nuk e kanë shfrytzu mundësit e tyre institucionale cilat i kanë pas përmes ligjit për veçeverisje lokale, edhe përmes vendeve të garantuara në kuvendin e Republikës Kosovës. Sepse fundja, paramendon një parti politike, po t'i kishte 10 deputet të garantuar vazhdimisht. Edhe sot e lashën, kishë mujt me bo mrena për mrena Parlamentit të Republikës Kosovës. Ata e kanë zgjedhur një rrugë tjetër që fatmirësisht për shtetin tonë ka qenë ma lehtë e atakueshme, sepse ata kanë zgjedhur një rrugë jo institucionale, një rrugë të krimit, një rrugë të destabilitetit, edhe ti ke pas mundësi që me institucionet e sigurisë me ju qasë atyne. Çka nëse ata kthehen tash, edhe fillojnë rrugën institucionale, gjatë që po diskutohet, e tha dhe zotri Kurti në konferencën e tij për media, tha që tash për shkak të rritjes së sigurisë, ata kanë zgjedhur metoda tjera, i kanë ndryshuar metodat dhe tash po fillojnë me bllokada institucionale, me presion prej Beogradit. Kështu që ata tek tash kanë filluar me shfrytzu ato frutet e atyre marrëveshjeve që na i kemi pas, e që në kushte normale na e dim që ato janë pjesë e Kushtetutës. Është e pamundshme me ndryshu. Mirë, po na nuk kemi pas vullnet politik prej të kalumës edhe tash, fatkeqësisht nuk kemi, që me ndryshu situatën në teren. Asë një iniciativë na nuk e kemi pas. Nuk e kemi mbështet asë një organizat, asë një parti politike, kur e them me mbështet, e them javë kriju kushtet që ata me vepru në komunat me shumicë serbe, në mënyrë që në rregull, po kemi serbë cilët po janë të dirigjuar prej Beogradit, mirë po na të ja krijojmë kushtet, sigurinë dhe mundësinë që ata me fillu edhe me bani fushveprim në aktivitet politik një parti tjetër, e cila në kushte normale do e kundërshtonte edhe do ishte kundrejt partisë në këtë rast listës serbe. Ne ja kemi dhënë gjitha ato vota, gjitha ata deputet, 10 deputet në 10-it ja kemi dërgu listën serbe me presionet, me pamaturin tonë. A jemi ashtë aftë që t'i dalim për po kjo nuk bëhet për një periudhë 1, 2 ose 3 vjeçare. Kjo është gjatë. Kjo është dashur me zgjat. A është i listës serbe? A ka subjekt vetin politik? Nuk mundemi me anashkalu, Florent. Ata menojnë, ndëgjam. Po s'mundemi me anashkalu, ata i kemi qytetarët e Republikës Kosovës. Apo kupton. Që është e pamundshme me anashkalu. Mirë, po shiko punën tonë çka na po e bëjmë. Edhe deklarata tona, vetëm të përfundojmë fal. Edhe deklarata tona dhe komplet, unë pash një problem. Sepse mram kur e pash konferencën për media, e pash një parti politike në raport me një person që kishte dalë ministri Nenad Rashid. Domthonë ne kemi koncentruar komplet aktivitetin e qeverisë së Republikës Kosovës, institucioneve, e kemi koncentruar tek ndihma të japim një personi që është Nenad Rashid. Për çfarë arsye? Sepse kemi pas pjesë të qeverisë. Unë besoj që do duhet të ishte e kundërta. Nuk do duhet ne dalim dhe të përmendim emra konkret pse Nenad Rashidin e kanë dëmtu e pse parti tjera politike jo. Është dash na me kontribu në teren, në mënyrë që parti tjera politike me pas mundësi. Dëgjom. Edhe lista serbe është pjesë e Kushtetutës. Po, ajo s'do diskutojmë, tashun edhe më herët. Pjesë e qeverie. Është e koti skiqare pa e pas ato. Dhe tashun më kam thënë që kam më bën pjesë e saj, sepse është e pamundshme. Është e pamundshme, për shkak se ti e ke kategori kushtetuese, s'mundesh me eliminu. Edhe subjektet tjera politike kur kanë bërë qeveri me ta e kanë bërë. Po edhe ky e ka bërë qeverinë me ta. Edhe ky, domethënë, presidentën e kanë votuar 2 njerëz, 2 politikanë të listës serbe. Ato janë fakte dëshmina, s'kem çka më fol. Po ideja krejt saj, krejt përfund është pse na me argju kohë mu marrë me listën serbe. Me çka duhet merremi ne? Duhet me marrë me kap 100 prioritete shteti i Kosovës, i ka Lugosht. Lugosht shteti i Kosovës. 100 sene i kinë ti tavolinë që s'din kamjanis për shta është edhe hezitimi për mi kap. Bota ka ndryshu. Geopolitika po donë toka e po prenë teritore. Do t'i vje rada dhe teritorive të Kosovës? Skoqare se Ballkani është e lidhne. Evropa po bëhet gati për luftë, Polonia po bëhet gati për luftë.
Gjermania e ka ngri alarmin në pikën e kuqe. 800 miliard euro dojnë mi shti për armatim. Dhe më thonë, Trumpi e ka këfjell, Trumpi edhe Putini, e ka këfjell një farfor me botën dhe këtë Evropën e fjetur. Tash na jemi, tash llogaritë. Na jemi një pikë ndeti, po nuk është që s'jem, që s'kem dikim, edhe që s'kem fuqi. Atë kuptimin, po flas, po jem territor që ka interes. Potencial për destabilitet kemi potencial për destabilizim sa dur se si popull jemi i shtrim në shumë shtetet Ballkanit. E kështu që ideja krejtësona çka është, i duhet një leadership i cili menon një herë për gjithmonë për interesin e shtetit, jo interesin personal. Edhe marrëveshjet që zotohen, qëre, se unë i kuptoj, nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Se fuqitë e mëdha ku të shtin përpara ti veç këshire një shtet që është Ukraina çka i bën. Unë e di që s'është e lehtë. Pa diçka, ti duhet me tentu, me marë prej më të këqijave më të mirën zgjidhje. Edhe me qenë i sinqert, edhe me popullin, po me qenë i sinqert, edhe me aktorët bërë politik, po çka është bërë tonë kjo? Çka është tonë kjo përplasje me subjekteve politike? Çka është tonë kjo përplasje? Çka është tonë ky vner që sa onën e djathtë, sa onën e majtë, për shembull, shqiptarët në mërveti dojnë më botë sopa. E fajston edhe opozitën? Krejt meksion, po përgjithësia e fajt, gjithmonë thëmë, bjen të aj që e zotë në shpinë. Gjithmonë. Mirë jemi në fundë se kene dhe diçka për me shtu. Unë fundja, sepse arsyet, unë e kam dash diçka tjetër, arsye pse është ndrru spektri politik realisht në Kosovë, unë e kam shpresu që do të vjen një person që fundja nuk do e ketë fort dert për kritikat e partive politike, sepse fundja proceset e mëdha gjithmonë kanë me pas kritikat jashtëzakonshme, kanë me pas kritikat rana, edhe kanë pas edhe në kaluamën. Mirë po, do të jetë një person i cili do i shtyjë përpara procesit dhe nuk do e diskutoj fatin e tij politik brenda një mandati caktuar. Kështu që ne për momentin në skenën tonë politike nuk kemi asnjë personi, nuk kemi asnjë lideri i cili nuk i mendon kritikat e partive politike edhe i shtyn proceset përpara. Më në fundi është e parëndësishme në qoftë edhe për një periudhë kohore mas një vendimi kanë dalë dhe kanë me të kritiku disa parti politike ose disa persona. E rëndësishme për ne është me lëviz përpara sepse kemi kemi stagnu tek çështja e veriut dhe nuk kemi asnjë ndryshim. Fundja në 4 vjeçaren e kaluar e cili e përfundoi, kur e diskutojshin që është ngrit prej prioritetit 7-8, është ardhur tek prioriteti i parë, kam thonë rregull, le të vjen prioriteti i parë sepse fundja na do të më ofrojë zgjidhje. E kemi Leoni është mbrana për mbrana, elefanti është mbrana për mbrana dhomës, kështu që na nuk mundemi me largu. Thjesht na duhet me marr përgjegjësinë edhe me i kryer ato procese. A kanë më kanë edhe të dhimbshme edhe dëmshme po. Kanë me kanë edhe dhimbshme edhe dëmshme sepse fundja kemi ardhur. Edhe dëmshme çfarë nuk kupton? E kam fjalën dhimbshme nuk janë edhe dëmshme, nuk kanë me kanë qysh ashtu na i kemi dashur, edhe qysh na kemi shpresu vazhdimisht që kemi me përfundu një proces. Ka të bëj me veriun këtu? Po nuk ka më të dhimbshëm sepse na kemi bisedu i asociacionit. Na kemi bisedu me palën tjetër. Qysh është e mundshme dy palë me ardhmë me bisedu edhe në fund marrëveshja me arrit çysh ka dëshirë njëra palë. Kjo është absurde. Në sensin e marrëveshjes nuk ka sens kjo farë pune. Kështu që na kemi diskutuar që nga e përmendi shembull Florendi prej marrëveshjes së 12 Na të gjitha ato marrëveshje të cilat i kemi bërë, atash po kthehemi në pikën 0 dhe po i thonë që na po përfundojmë edhe po vazhdojmë aty ku kemi dëshirë ne. Kjo është absurde edhe me mendu. Është absurde edhe prej aktorëve politik me thonë diçka të tillë. Kështu që na duhet të vazhdojmë përpara dhe të lejmë kritikat fundja kanë me kanë për një periudhë kohore, po do të harrohen. Mirë Xhaj, faleminderit shumë që ke qenë në studio, faleminderit shumë dhe Zeqaj. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Është koha tani për parashikimin e motit. Moti mundsohet nga To You, Tasty Food dhe nga Hep's Fried Chicken. E kemi nis ditën me diell me temperaturat larta do të